Kandidati i koalicionit Vlem për komunën e Gostivarit Nevzat Bejta përmes një konference për media ka zbuluar 2 dokumente që lidhen me keq menaxhimin financiar që kanë bërë deri më tani udhëheqësia e komunës së Gostivarit, respektivisht Arben Taravari dhe Valbon Limani. Ai ka akuzuar udhëheqësim për keq përdorime gjatë furnizimeve publike, vlera e të cilave është më shumë se miliona denar. Njëri dokumenti publikuar nga Bejta mban nënshkrimin e Arben Taravarit. Thalla e Këshillit, e cila kushton për ta bërë të efektive, mund të kushtone më shumëti 50.000 euro. Ata e kanë ndërtuar thallën e Këshillit, e cila ka kushtuar parapërsisht 750.000 euro. E kemi dokumentin, çmimin e kemi edhe e nënshkruar nga Arben Taravari. Ky është keqpërdorimi më i madh në historinë e Republikës së Maqedonisë edhe më gjatë. Do ju prezantoj fotografitë e thallës. Karikja ku ulet kryesuesi i Këshillit kushton 30 euro. Kurse ata e ka menduar çmimin e karikës mbi 10.000 euro. Akuzave të Bejtës i është përgjigjur vetë Arben Taravari që ka paralajmëruar masa institucionale kundër, siç thot ai, shpifjeve të kandidatit që do të humbë në zgjedhjet në 11 janarit. Taravari mes tjerash ka përmendur edhe keqpërdorimet e bëra dhe shitjen e tokës shtetërore në Gostivar gjatë qeverisjes Bejta. Për këto shpifje dhe trillime, Aleanca Kombëtare për Integrim do të përgjigjet në mënyrë institucionale. Ky kandidat po dëshmon edhe një herë se është humbës i përsëritur politike dhe manipulator i opinionit publik. Ky është reagimi ynë i parë dhe i fundit ndaj këtij kandidatit të kompromentuar. Përplasja Bejta Taravari Limani vjen në vigjilje të fushatës zgjedhore të zgjedhjeve të përsëritura lokale të 11 janarit në komunën e Gostivarit.